ishte të zjeronin antarësimin. Po atëherë përse i përzë ata që i ke? Përgjigja është e thjeshtë, deri dje të gjithë, edhe kritikët më të mëdhej, nuk i vinin në dyshim Sali Berishës fitore në prill. Por ajo që ndodhi sot në Selim Blu, theu mitin e paprekshmërisë apo monopolin e forcës që Sali Berisha kishte ngritur në 35 vjet. Pas Durrësit duket se do i vi Rada dhe Elbasanit, ku një femër guxoi bile dhe të shpallte kandidaturën. Këtu pa folur dhe për Shkodrën, e cila rebelizmin e kanë gjak, apo Korçën, aty ku profili Salianit të vetë kandiduar dhe të vetë përjashtuar është shumë më i fortë dhe kontrastues. Sali Berisha deri dje ka përzën jo simbolikisht, por dhe fizikisht me shkelma të gjithë ata që i dalin kundër, nga Eduard Selami dhe deri te Roland Beko. Kjo sepse militantët në fund fare bëheshin gjithnjë me të, sepse ata e konsideronin Sali Berishën si partinë demokratike. Por tashmë shumë prej tyre kanë kuptuar se kryetari i tyre e konsideron partinë demokratike si Sali Berishën. Ndryshimi duket i vogël, por është thelbësor. Dhe militantët tashmë e kanë kuptuar, prandaj janë zemëruar, prandaj dhe po protestojnë. E ka kuptuar dhe Sali Berisha, ndaj po i përjashton ata. Në oborin të PD-s ka mbërritur më në fund debati real mbi të vërtetën. E paradoksalisht mbërriti me 1 prill, ditën e gënjeshtrave. Shenjë serioze dhe e mirë, do thoja unë, se më në fund gënjeshtra po vdes edhe në PD. Për këto do flasim sonte. Sigla. Mi broma dhe mi se vini në Redistore, kam dhe si të kemë sonte në program, zonjën Doris Madhi, kryetar grupit shqiptarëve në Këshillin Bashkiak të Elbasanit, e përjashtuar, mi broma Doris, Krejsi. Kam dhe si gjithashtu të kemë program Artion Bajrama, nëntar i kryesisë Partisë Demokratike të Durrësit, nëse s'gaboj dhe ish kryetar i Forumit Rinor të PD-s atje, lajm të gënjeshtër. Për shembull, në një ditë normale, 1 prilli, do ishte lajm interesant dhe gazmor të vjes trishën plas në Partinë Demokratike. Kjo sepse në PD, kur është kryetar Sali Berisha, zakonisht nuk plas më asgjë. Doktori i fikzjarëve dhe debateve dhe demokracisë brendshme tashmë ende pa filluar. Kështu dukte në rastin e fundit atë të Ervin Salianit, për cilin shpiku dhe mënyrën e re të përjashtimit, atë të vetë përjashtimit. Gënjeshtrat në Partinë Demokratike janë kthyer në autogënjeshtra, pra zoti Berisha bind veten të parin, pastaj dhe të tjerët për gjërat që thotë. Duke filluar nga heqja e non gratës në Amerikë dhe deri tek fitoria e zgjedhjeve, por sot karma e 1 prillit trokiti në derën e tij në Selim Blu. Sot në PD vërtet plasi diçka, dhe nuk ishte gjua fine e Salianit apo make-upi Sephora i Jorida Tabakut. Sot ishte zëri fort i militantët PD-s, atyre që bëjnë fushata në kushte të vështira, pa mjete, pa mbështetje nga qendra, që kanë përballë grupet e mirë servitura të patronazhistëve socialistë, të cilët ditën e zgjedhjeve hajnë karkaleca, ndërsa këtyre tjerëve duhet të kënaqen me ndonjë pica dhe ujë pa gaz. Dhe tani doktori u ka hequr të drejtën dhe të mërziten. Kush mërzitet është i përjashtuar. Por demokratët durrësak që pushtuan sot sheshin e Selis Blu mendojnë ndryshe. Sot ata i shkuan zotit Berisha në derë dhe ishin ata që i kërkuan atij llogari. Sigurisht doktori nuk ka hapi derën, Flamurnoka u ngriti 2 gishtat lart dhe u largua. Deputetët u mblodhën rreth kryetarit dhe mbyllën sytë dhe veshët. Mes tyre edhe Oert Bylykbashi, kreu politik i Durrësit, megjithatë e dinte se çfarë mendimi kishin demokratët durrësak për të. Ja thanë dhe sot, e quajtën mashtrues dhe mafios. Kjo sepse Bylykbashi jo vetëm që e di se sa vota merr ai pa mbështetje në këtyre demokratëve, por me sa duket është pikërisht ai që i ka etiketuar ata si qitur tek tryeza Sali Berishës. Dhe për një demokrat që në janar vitit 2022 u përplas fizikisht te i njëjti shesh për të futur në zyrë Sali Berishën, sigurisht është e papranueshme që për të gënjejnë edhe jashtë 1 prillit. Dhe me që rastërisht llafit e 1 prillit, sot ndërsa demokratët durrësak kërkonin llogari për përjashtimin, Sali Berisha brenda u kërkon të deputetëve edhe të Artion i përjashtuar? Deri tani jo. Po do jesh pas ti emisioni? Po të shikojmë. Unë do vazhdoj betejë për drejtësi dhe për të vërtetën gjithmonë, nuk do dorëzohem kurrë. E vërteta, unë mendoj në rrugën e duhur pasi e vërteta është ilaçi vërtet i shërimit çdo partie, përfshirë dhe PD-n. Anton Kello, më mbroma Anton, gazetari që ndjek opozitën dhe që është autor dhe i kronikës që ndjekim pas pak, dhe Ergjys Mërtiri, më mbroma Ergjys. Faleminderit që më mëson, Ergjys i mbështetet si gjithmonë i modernizimit të Partisë Demokratike. Po çfarë ndodhi sot në sheshin e Selis Blu? Aty Sali Berisha u përball me diçka të re, me gjuhën që ai zakonisht përdor ndaj kundërshtarëve të tij. Po kësaj radhe nuk u shmang dot. Kronika.
Kilometri i fundit mbaron në derën e doktorit. 5 vite pasi në këtë shesh u përball me Salianin për hir të rikthimit të doktorit, Dritan Burgia, një nga 2 këshilltarët demokratë të përjashtuar, zbuloi karmën e idhur personale. Edhe në 2021 kam qenë për të njëjtën gjë, pasi në atë kohë dilja dhe kërkoja dinjitetin e Zotit Berisha, pasi u përjashtua nga partia, nga leadershipi i asaj kohe. Sot jam këtu përpara jush për të marrë shpjegime dhe për të kërkuar dinjitetin tim. Nuk jam demokrat prej Sali Berishës apo prej Flamur Nokës, jam demokrat dem babadem me breza. Demokratët e Durrësit donin të takonin Berishën, por në oborin e Partisë Demokratike ishin marrë masat. Për t'u ballafaquar nuk ishte Berisha, por syri i tij. Është gënjeshtër shumë e madhe. Parkimin në Durrës dhe si ka mundësi që keni në zotërim parkimin më të madh të qytetit. Dhe një pyetje, keni një lidhje me hotelin tek Dovana? Me thonë Ju fakton kjo një lidhje tuajon me qeverinë? Por në kundër përgjigje të pyetjeve, edhe demokratët kishin një pyetje për syrin. Syrit ai kanë marrë rrogët sa kanë pa i marrë. Ju lutem, kush ishte? Por Burgia kishte ardhur me prova për të kundërshtuar përjashtimin dhe rrëzuar akuzat e doktorit. Shiko, parkimi është pronë private, ku unë jam pjesëtarja e saj prone. Jam unë pronari e atij hoteli dhe kam marrë me qera. Paguani taksin e akomodimit? Patjetër. Ja ku e keni këtu për mediat qëndrimin tim, proces verbalet e bashkisë, qëndrimin tim në votimin për buxhetin e Bashkisë Durrës. Kurse sa për akuzën se ka mbështetur kandidatin socialist me 11 maj Ani Dyrmishin, në krah të Burgis ishte vetë kandidati më i votuar i Partisë Demokratike në Durrës, Ndrec Pjetrin, që doli garant për 2 këshilltarët bashkiak në fushat. Si fillim, më thash, unë jam dëshmitar i fushatës për zgjedhjet 11 maj dhe kjo besojmë myll xholle mësimi. Dikush tjetër, kandidati Durrës apo drejtues Shaku i Durrësit, ka preditim tjetër për 2 zotërin dali ta thotë. Demokratët të cilët u mlodhen para selis rezultuan se nuk janë thjesht eminenca rebele e fshehur, por vetë militantët, si nga bindja, si nga gjua, e ngjashme me atë të doktorit, por tani e përdorur kundër tij. Është grupi mafioz, Byllykbashi me grupin e vet. Vetëm një që për mbledhje gënjente, kemi 8 toshte, po marrin të 9-tin. Të marrin të 8-tin se ka qef të 8-tin. 3 vjet kam qenë ushtar i Berishës. Dhe vazhdoj të jem akoma po të jetë gare barabart. Sot mbështes Salianin, që fatkeqësisht më dal me druat i mbarat, por e mbështes, sepse duam liri, duam tamam të jenë votat. Të votojmë demokratë, jo të ndërrojë emrin Sali Berisha, partia Xhaxhi, jo komunistët janë mirë. Demokratët prisnin që Berisha t'i priste në takim, por doktori nuk doli. 4 vite më parë në Durrës, të njëjtët demokrat e pritën me shampanjë, por në Selim Blu nuk i dha asnjë gotë ujë. Nga dera doli vetëm doktori numër 2, Flamur Noka, që i përshëndeti me 2 gishta dhe iku. Por demokratët e Durrësit ishin shumë të qartë. Ata nuk kërkonin Nokën, Noka vetëm firmos. Urdhra të jep doktori numër 1, Sali Berisha, dhe doktorit këtë të mërkur ju prish shumë qetësia. Ndaj dhe në Seli mlodhi vetëm grupin parlamentar, aty ku vetë flet e vetë dëgjon, por qetësia nuk do i zjas shumë. ABC News mëson se pas Durrësit, një tjetër revolt ka nisur nga demokratët e Elbasanit, pas përjashtimit të 4 grave demokrate. Dimrin e acartë Berisha e kaloi paq, por tashmë demokratët nuk i gjenjen dot. 1 prillin Partinë Demokratike, kësaj radhe ishte dita e të vërtetës. Në fakt duhet të në diçka Artion të besoj e di që dega e Durrësit është dega më e vjetër e Partisë Demokratike, themeluar direkt mas degës, pra themelimi i Partisë Demokratike, u themelu dega Tiranës dhe më pas direkt në pak ditë është themelu dega e Durrësit. Dhe ka qenë një degë që ka pasur dhe temi identitetin e saj, autonominë e saj, figurat shura që e kanë drejtuar atë që në ditë e parë dhe për shumë dekada rreth. Sigurisht në atë sa njohën për dënë kishte sens që t'ishte dega e Durrësit ajo që ti imponoshte temi Zotit Berisha me një gjuhë tjetër, me një temë tjetër, me një ritëm tjetër. Por realisht çfarë po ndodh? Se sot për shembull kanë dalë lajme që përfaqësues t'ju janë pjesë të ndrangët dhe asë tjera. Pra realisht cila është e vërteta reale midis asaj që thot zyrtari Zoti Berisha dhe asaj që ndodh në realitet? A ka një të vërtet në ato që thot Zoti Berisha? Kundër këtyre eksponentëve të Durrësit. Në lidhje me degën e Durrësit, ka një frymë realisht shumë interesante. Dega e Durrësit ka qenë një ndër degët që në 2021, në momentin që
ish kryetari Basha vendosi që të largoj kryetarin aktual, profesor doktor Sali Berishën, ishte ndër degët e parë që filloi të organizohej për të krijuar një lloj revolte të brenda Partisë Demokratike dhe për të dhënë një lloj revanshi dhe një lloj ndryshimi në leadership. Kjo ndodhi në 2021, kjo ndodhi edhe tek foltoret e reja që po bëhen tani, kur u nis nga zoti Saljani, nga zoti Kalaja dhe nga zoti Ali Mehmeti, kemi qenë të parë në Republikë që e nisëm këtë. Ka sens. Aty është një deg, të them vërtetën, që ka realisht shumë kualitete dhe një ndër dilemat më të forta që kam krijuar personalisht, ka qenë vitin 2022, kam kandiduar për kryetar forumit të gjithë Shqipërisë dhe realisht kur jam hasur me figurat larta të Partisë Demokratike në kontakte drejt për drejt, se përpara shikoja vetëm nga televizioni, kam parë që një pjesë prej tyre të bënin disa biseda të një niveli shumë të ulët, disa intriga partije, të them të vërtetën, që ne ishim hasur para 10 vjetësh, para 15 vjetësh, dhe bëja një lloj krahasimi dhe thoja, ore, në degën tonë ne kemi njerëz shumë më tepër të përgatitur se sa shumë persona që kemi sot në qendër dhe që kanë funksione shumë të rëndësishme brenda gjitha partive, me thënë vërtetën, ky zhgënjimi kur ti shikon ato figurat e mëdha që shikon televizor, dalë jam intervista etj, pastaj kur i njen një pak nga afër, një personale, sigurisht zhgënjimi është shumë i fortë, unë e kuptoj se e kam provu vetë 94, 95-ën. Po realisht kush është ndryshe nga herët e tjera kësaj radhe? Unë mendoj që... Se është guxim i madh që të ngrihesh kundër Sali Berishës, se është guxim i madh të flasësh Sali Berishën në shtëpinë e tij me gjuhën e tij. Ne ndërmorëm një nisëm para rreth 3 muajsh, nuk e kujtoj saktë datën, për të hapur më shumë Partinë Demokratike, mbaruan procesin zgjedhor të 2025-sh, ishte një nisëm e bërë nga demokratë të vërtet, të pastër. Nuk ishte një nisëm e nisur as kundër zotit Berisha, nuk ishte as pro Saljanit, ishte një nisëm